Rikthehemi në studio, në këto momente që bërë me dia, do të diskutojmë për pensionet dhe ndoshta në fakt të shpresojmë që përveç këtij kompensimi që tashmë kanë nisur të ketë edhe një lajm të mirë që duket sikur e dha jo gjithmonë e kuptuan, por ministri i financave dje në kuvent. Këtë do të diskutojmë këto momente. Si që bëra me djem, është bashkuar në studio Zoti Kujti Moxha, ekspert për pensionet. Mirëmëngjes, faleminderit shumë që jeni në Report Televizion dhe në shtypin ditës dhe ju. Dhe Zoti Moxha, sot jemi 28 janar, pra pak a shumë fundi i muajit, që do thotë, besoj, pjesa më e madhe për të mos të gjithë kanë shkuar që të shohin, të tërheqin, të marrin pensionin, ndoshta të shtyrë dhe nga kurioziteti që sa më kap ky bonus apo edhe ky kompensimi. Çfarë mund të themi në një lloj konkluzioni? Pra, e drejtë apo e gabuar me qytetarët dhe pensionistë kanë qenë edhe të paqartë, edhe të pakënaqur, çfarë rezume mund t'i bëjmë këtij muaji të parë? Atëherë, në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 828 të datës 30/12/2025, ajo që ishte parashikuar në buxhetin e shtetit për vitin 2026 në funksion të një fond për 100 milion eurosh, që është për gjithë 2026, vetëm për pensione. Njerëzit, si thua, edhe e kanë parë, po mund të jenë edhe të paqartë. Varësisht se kanë marrë atë pensionin e radhës, dhe nuk e dallojnë edhe dot nëse kanë qenë në pjesën e pensionit të vetë apo një pjesë. Sidomos ata që janë për banka, sepse banka jep vetëm atë rezultatin brut, nuk e ka të detajuar në faturë. Dhe nuk e kuptojnë shumë eksaktësisht sa i ka prerë. 6.000 lek të vjetra ose 8.000 lek nuk u dallohet në shumën e përgjithshme, sepse ato kur të riqin, i tërheqin me dhjeçe të plota, ato që janë 90.000 lek dhe nuk e dallon. Kështu këta të shohin njerë, le themi, fiks edhe llogarinë, nëse mbajmë në fiks llogarinë edhe me ato presin dhjetore. Sidoqoftë, pjesa më e madhe e pensionistëve kanë tërhequr bashkë me pensionin e radhës dhe janë në dini se çfarë ka ndodhur. Sigurisht, ata nuk mund të japin shpjegime dhe të kuptojnë për shembull pse është ky diferencim midis këtyre grupeve shoqërore, por njëri me tjetrin e dallojnë se kush ka fituar ose kush s'ka fituar. Sidoqoftë, nga ta që janë pakënaqur të paqartë, a mund bëhet një lloj ankimimi ku mund ta bëjnë? Kjo është parashikuar në ligj. Nuk është se i ka rënë në qafë, të themi për shembull administrata që të ketë bërë, sigurisht janë bërë gabime nga këto. Me që është edhe muaj parë ose herë parë. Dhe ato që janë bërë gabime rregullohen me një kërkesë ankimore. I drejtohet sigurimeve shoqërore që më ka ndodhur ky fenomen. Po, ky fenomen. Edhe ata sigurisht duke e parë problemin. Se tek e fundit, edhe nëse nuk ka rikuperim, ai e di gjendjen eksaktësisht të statusit të tij. Edhe e merr nëse është bërë gabim. Nëse të ankohesh pse filani ka marrë më shumë dhe unë. Po, ajo kështu është parashikuar. Kështu e ka bërë VGM-ja, kështu e ka ndarë VGM-ja. Por duhet të kemi parasysh një gjë. Mua më bëri përshtypje deklarata e ministrit të ekonomisë dhe financave. Tani, e kemi ndjes, e kemi mendimin e regjist nga i padje shohim pak në ekran. Sepse ditën e djeshme kaloi, është miratuar në fakt në kuvent një akt normativ për buxhetin e vitit 2025 dhe ministri i financave, Zoti Malaj, ka deklaruar që çdo lek, çdo para e pa shpenzuar nga institucionet të ndryshme, ministri të ndryshme të tjerë, do të kalojë në llogarinë e pensioneve nga buxheti 2025, që do të thotë është tjetër gjë nga ky fondi. Sepse ky përfitim, ky kompensim që është bërë për pensioneve, është për 2026. Është për 2026 dhe është parashikuar në atë 100 milion. Tani çdo të thotë kjo që ka thënë ministri? Kjo do të thotë që kjo do të jetë një rezervë në fondin e sigurimeve shoqërore, të cilin qeveria me vendim të veçantë të saj, si do gjykojë, se do grumbullojnë edhe para të tjera nga viti 2026, dhe shpresoj që kjo të jetë një bonus në fund vitit, pavarësisht nga këto që po marrin qytetarë. Kështu që kjo është një themi lajm pozitiv. Po, kjo është një shenjë e mirë me atë që u thas. Domethënë ato fonde që nuk janë përdorur në vitin 2025, nga kudo që të jetë parashikuar, këto do shkojnë në sigurimet shoqërore.
Njëkohësisht, pensionistët duhet të shpresojnë, sepse është tjetër i 1 tetorit, kur të bëhet indeksimi i pensioneve, mbi bazën e inflacionit do të ketë një shtesë sa do tjetër, sa do të rezultojë. Kështu është parashikuar edhe në këtë vendim, në pikën 9 të vendimit Këshillit Ministrave nr. 828. Ky është ai i 30 dhjetorit. I 30 dhjetorit, po. Dhe këto do t'jenë, kjo pjesa e shtesës së këtyre kombesimeve nuk do t'jenë objekti indeksimi, do t'jetë pensioni bazë. Këtë duhet jetë kënd qartë. Këtë duhet të dinë qytetarët që... Këto gjëra shpresojmë neve, shpresojmë indeksimin dhe një bonus... Dhe një bonus në fund viti. Pra indeksim, po e themi sa më mirë me gjithse varë nga inflacioni, edhe një bonus tjetër në fund, si që ishte, por që tani, le të themi, diku nuk e kemi. Dhe indeksimi, ju lutem që t'jemi të qartë në tetor, nuk do të bëhet aq sa u shkoj pensioni në janar dhe që do ta merrni edhe në shkurtër e tjerë, por bëhet mbi atë bazën, mbi pensionin që keni pasur në dhjetor të vitit të kaluar.